Dhe kemi mbritur tek emri I fundit, I 10-ti. Pa diskutim që është kënaqësi të mirëpresim një kampion Europe për ta dorëzuar këtë çmim. Aktualisht ai është presidenti I Federatës Shqiptare të Atletikës, në duart rukitjet tuaja Izmir Smajlaj. Ka vendosur 4 rekorde të reja kombëtare gjatë këtij viti. Është shpallur kampion kombëtar në 4 disiplina të ndryshme. Ka fituar 2 medalje të arta në turne të rëndësishëm të zhvilluara në arenën ndërkombëtare. Unë kam kënaqësi në fakt që ta presim një rekordmen të atletikës, sepse sigurisht është I pari në historinë e atletikës shqiptare I cili ka zbritur kohën nën kufirin e 46 sekondave në garën e 400 metrave dhe nën kufirin e 21 sekondave në garën e 200 metrave. Franco Burraj. Unë sot kam derin të jem sa këto, gjitha figura të shuar të sportit shqiptar. 2 fjalë për Frankon. Franko është sportist I niveleve europiane, botnore, dhe shpresoj shumë që në vitin 2026 t'i sjellin Shqipërisë një medalje europiane. Frankoja është imazh dhe krenaria atletik shqiptare. Frankoja po ashtu është një model frymëzimit për gjithë brezin e ri, për gjithë ato fëmijët e vegjël që dalin çdo ditë në stadiumin Lori Boriçi me babra. Unë kam qenë sportist vetë, edhe di që këto rezultate nuk arrihen vetëm, e di se çfarë do të thotë ta kesh mbrapa atë personin që të suporton edhe të mbështet çdo ditë. Edhe për këtë du me falenderu dhe trajnerin e Frankos, Bruno Rotanin, për gjithë pasionin, përkushtimin dhe punën e palollën që bëjnë çdo ditë me Frankon. Gjithë suksese, gjithë sportistave që morën çmime sonte dhe sa më shumë suksese. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. I falenderojmë veçantë shkon për gazetën Shkodra Sport dhe gazetarin Gjershkola, për ekipin atletikës Vllaznia, trajnerin tem Bruno Rotani, por edhe me presidentin Izmir Smajlaj. Faleminderit. Faleminderit dhe suksese. Pa diskutim që sporti në Shkodër me shumë gjasa që do të vijojnë na dhurojë të tjera arritje gjatë vitit 2026, duke shpresuar jo vetëm që Vllaznia të shpallet kampione, por gjitha disiplinat të sjellin sa më shumë trofe dhe arritje në Shkodër. Dhe të vijojë pse jo ky rrugtim I bukur. E pa diskutim që gazeta Shkodra Sport, me mbështetjen edhe të institucioneve të tjera, qoftë të Bashkisë së Shkodrës, Shoqatës Pro Sport, por dhe gjithë dashamirësve të sportit, do të vijojë të vlerësojë më të mirët, sepse duke vlerësuar më të mirët, kemi dhënë një tjetër kontribut për të mbajtur gjallë këtë traditë të bukur të Shkodrës, traditë që duhet vazhdoj pikërisht tek ta breza të ri që edhe sonte ishin në sallën e teatrit Migjeni. Unë ju falenderoj të gjithëve që ishit pjesë e kësaj nate dhe suksese të tjera për Vllaznin dhe të gjitha sportet e saj, duke uruar dhe një vit të mbarë për të gjithë ju.